Përshëndetje të nderuar. Të shtunën e kaluar, do me thonë me 14 nëntor, presidenti Amerikan Donald Trump njofton opinionin Amerikan dhe gjithë botnor për vendimin e tij që e kishte marrur në lidhje me ndërhyrjen ushtarake në Venezuelë. Deklaratat e fundit të Donald Trump nuk janë asgjë tjetër pos një zgjatim i dëshirës së vazhdueshme amerikane për të ruajtur kontrollin mbi Amerikën e Jugut dhe për të parandaluar ekzistencën e futjes apo ndërhyrjes së çfarëdo fuqie tjetër në Amerikën Latine. Rënjet e kësaj politike amerikane kthehen në fillim të shekullit 19, kur shebat atë botë si një këmbë i ri po hulumtonin mundësitë dhe rrugët në një botë të trazuar përsa tepërmi atko të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe për të shtri ndikimin e saj nëpër botë. Megjithatë, për ta kuptuar në esencë se për çka Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë vënë synin Venezuelës, është shumë e natyrshme që fillimisht të shpjegoj këto para juve se çfarë është Venezuela, çfarë lidhje ka me Turqinë dhe pse në inaugurimin e presidentit turk Erdogan, Nicolas Maduro, presidenti i Venezuelës, ishte i ftuari si mysafir special në mesin e dhjetra presidentëve dhe kryeministrave të tjerë që po mirnin pjesë në atë eveniment. Venezuela, miq të dashur, është vendi numër 1 më i pasuri në botë me naftë. Megjithëse që nafta e saj nuk është naftë e zakonshme, me terminologjinë profesionale. Do me thonë është naftë shumë me e rënd, extra heavy oil quhet. Venezuela, si vendi i parë në botë, posedon hiç më pak se 303 miliard barela naftë. Përveç naftës, Venezuela është jashtëzakonisht e pasur edhe me resurse të tjera, sidomos me mineralet e arit, argjentit, diamantit, është shumë e pasur me drunj, pra me industrinë e drurit dhe të ngjashme. Pikërisht, industria e drurit, ari, argjenti dhe diamanti e kanë bërë Venezuelën që të paraqitet si problem serioz me dy fqinjet e saj, me Gujanën dhe Surinamet. E që të dyja këto vende ngjitas me Venezuelën, për sqarim më të tjeshëm do t'i shpjegoj në pak minuta. Në pyetje janë pasuritë e mëdha nëntoksore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur Venezuelës sanksione ekonomike me arsye kinse të shqetësimeve për demokracinë që po na u shkelka në Venezuelë, në lidhje me zgjedhjet e lira se po manipulohen, se nuk po respektohen të drejtat njerëzore, se autoritetet venezuelane e sidomos Nicolas Maduro, presidenti Venezuelë, vëllezërit e tij dhe familjarët e tij janë të kyçur në rrjete kriminale dhe në trafik droge. Në fakt, shebat dëshirojnë ndikim mbi sektorin e naftës së Venezuelës, jo atë shumë sa për naftën, sa për arsye geopolitike dhe geostrategjike. Pra, lufta e Amerikës e nisur kësaj siç është duke vazhduar tani, është më shumë
mbi fuqin dhe ndikimin e Venezuelës në rajon se sa është për pasuri apo për pushtete klasike, pushtime klasike që i bëhen ndonjë vende. E përmenda Gujanën dhe Surinamen. Çka janë këto shtete dhe pse do të shpjeguar në këto momente? Venezuela vazhdimisht pretendon se një pjesë e madhe e rajonit të Gujanës, ajo që quhet Essequibo, afër 160.000 km2, është tokë e saj, pikërisht për shkak të njëjtave arsye të shëbave që ka pretendime mbi Venezuelën, edhe Venezuela për të njëjtat arsye shpreh pretendimet e saj mbi Gujanën dhe Surinamen. Pra, Gujana ka ngritur padi kundër Venezuelës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por deri më tani Venezuela asgjë do me dëgjue për këto padi. Po çështja e Suriname, e dini sigurisht hartën e Amerikës Latine, Venezuelën e kije në kokë këndej, në të majtë është Kolumbia, në kufi me njëherë në gjitës është kjo Gujana, në të djathtë të Venezuelës, pastaj është Suriname që edhe ajo ngjitet në kufi, puqet me kufit e Venezuelës. Pra llogarit në sikur një buqet lulesh, Kolumbia, Venezuela pak më e zgjatur të poshtë, Gujana dhe Suriname. Çka është problemi i Surinames? Njëjtë sikur i Gujanës. Pra, përveç që ka probleme kufitare, këto probleme burojnë apo janë arsye e burimeve të mëdha nëntoksore minerale që i posedon Suriname. Pastaj ujrat detar të Surinames janë të pasura me peshk, vendin e tretë në botë. Pastaj pyjet e dendura me dru ndër më të shtrajtit në industrinë e drurit. Miq, kur kam folë për lindjen e mesme, shumë herë, kam thënë se shtetet koloniale, edhe kjo me hesab të ka ligj i pashkruar i historisë njerëzore, kanë shku edhe i kanë nda në lindjet mesme atje në Azinë qendrore të Afganistani, Pakistani që i kanë bo me Indijen, që e kanë lënë Kashmirin në dy pjesë, një pjesë në brenda Pakistanit, një pjesë brenda Indijes, me gjithë që mbarveshtja ka qenë atëherë me Britanien, kur ka vendos Britania të ndaj teritorin me musliman. Pra, Pakistani të shkon me tokat muslimane si shteti pavarur në 47-ën, dhe me Bangladeshin në anën tjetër të Indis, sikur Gaza dhe bregu perëndimor që janë të Palestines, India në midis. Çka kanë bëhe? Kashmirin e kanë lanë, me gjithë që 90% popullsi muslimane, një pjesë të Kashmirit e kanë lanë brenda Indis. Dhe problemi kryesor prej 47-ës deri në këtë momente që po flasim, përveç të tjerave, është problemi i Kashmirit. Vend i pasur, me pasurinë nëntoksore, me pozitë strategjike, ku kanë me kalu rrugët e Indijës pastaj rrugët e Kinës për me i prue produktet e tyre mallrat këndej, njëjtë kështu. Franca, Britania, para tyre Spanja, Portugalia, Holanda, deri dikon e përzime edhe Gjermania, kur e kanë nda pas kolonializmit këtë Amerikën Latine, në secilin shtet janë lanë probleme ndërkufitare. Pra, problemin e Venezuelës nga perspektiva e fqinjeve të saj në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpjegova në pak fjalë. Dhe këtë çështje, për me kuptue edhe ma mirë, më lejoni pak minuta të kthehem në histori. E dini, e kemi mësue që nga shkollat tona fillore, se
Amerikën Latine, Evropiant e kanë mbaj të kolonizuar, të pushtuar mbi 300 vjetë. Amerika Latine ka qenë koloni e disa vendeve evropiane, e Spanjës, e Hollandës, e Gjermanisë, e Portugalisë, e Francës dhe Anglisë në fund. Kolonizimi i këtij kontinenti fillon të merr fund aty ka gjysma e dytë e shekullit 19 dhe përfundon në shekullin 20. Ky përfundim i këtij kolonizimi mbaron në 2 etapa. Në etapën e parë mbaron me valën e pavarësive 1810-1825 të disa shteteve të Amerikës Latine dhe është kjo kohë që lirisht mund të thuhet dhe shkruhet në marrëdhënie ndërkombëtare se fillon shpërbërja totale, rrënjësore e perandorive si koloniale e Francës dhe e Portugalisë. Faza e dytë e dekolonizimit, e humbjes së fuqisë së shteteve evropiane atje, fillon pas hyrjes së SBA-ve në arenën ndërkombëtare si fuqi e cila do t'i largoj nga të gjitha vendet atje ku mundet fuqit e Francës, Britanisë dhe të vendeve të tjera. Këtë pjesën e dytë, nëse ju kujtohet, e shkrova mbase edhe në status, e kam shpjeguar në detaje të quaj akademike, kur në një video, kur kam folur për atë që quhet doktrina James Monroe e vitit 1823. Se çka është ajo, do ta bëj një shpjegim pak më vonë, por këtë dua të them se në vitin 1898, në luftën amerikano-spanjole, Kuba, Porto Rico, Filipinet andej në Pacifik, në Azien juglindore, fillojnë të lirohen nga britanikët, por që në një mënyrë apo tjetrën veç ju ndrohen zotnit dhe pushtuesit apo kolonizatorët. Nga viti 1898 do të shohim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani me janë ato që vendosin për shumë rajone të botës. Dhe fuqinë më të madhe SBA-ja e merr në pas përfundimit të luftës së parë botërore e sidomos pas përfundimit të luftës së dytë botërore, kur SBA-ja e largon Francën e Britaninë edhe nga lindja e mesme. Më pastaj, aty ku mbetet në Afrikë dhe në vendet aziatike Franca dhe Britania, pas Amerikës, fillojnë disa fuqi të tjera të zëvendësojnë. Së fundmi, Rusia dhe Izraeli me ndikimin e saj për të hedhur prej loje krejtësisht Francën dhe së fundmi edhe Rusin nga Afrika tani po them, ndikon më së shumti fuqia ekonomike, ushtarake, gjeostrategjike e Turqisë. Turqia është ajo që e vënon vulen mbi letrën e largimit të kolonizatorëve të deri në lindjen e mesme dhe në Afrikë. Por, edhe pse po themi se Evropa largohet nga kjo Amerika Latine, largohet ushtarakisht, largohet politikisht. Megjithatë, ndikimi ekonomik e sidomos kulturor ka vazhduar edhe deri në fund të shekullit 20. Deri para 20-30 vjetë e vende është hala edhe deri në ditët tona. Përveç kësaj miq, Evropa ushtron ndikim të madh në Amerikën Latine edhe nëpërmes fesë, nëpërmes gjuhës dhe nëpërmes
të drejtës juridike. Ligjet, kushtetutat që janë në shtetet e Amerikës Latine janë kryesisht modele të vendeve evropiane apo imponime të vendeve evropiane. Deri vonë, italianët, gjermanët, spanjollët, franqezët kanë ushtruar ndikim edhe më të madh në Argjentinë, Brazil, Uruguay, Chile, por që ky ndikim ka filluar të zbehet edhe në rrafshin kulturor. Kanë bërë dy gjana që janë me ndikim shumë të madh evropiane në Amerikën Latine. Është feja, që dënë të thëtë se Vatikani ka ndikim të madh në Amerikën Latine. Bile dhe papa, një papa dy janë zgjedhë këta të fundit prej vendeve të Amerikës Latine. Kisha katolike bën punë të mëdha, ka pasuri të mëdha kisha katolike e Vatikanit me degët e saj, të kishave katolike në vendet e Afrikës të Amerikës Latine, ka pasuri të mëdha dhe ndikim mbase edhe politik përveç fetar, social, kulturor dhe të ndryshëm. Përveç Vatikanit, që ka ndikim pra atje si fuqia kryesore, Evropa përtej ndikimeve në të drejtat juridike të kushtetutave të ligjeve atje ka ndikim edhe ekonomik. Për shembull, në shumë shtete, në disa shtete të Amerikës Latine, Gjermania, Spanja, Franca, Italia, kanë bërë investime të mëdha, sidomos në energji, në infrastruktur, në telekom, e veçanërisht Gjermania në minierat e litiniumit. Dhe për litiniumin e dini se për çka është fjala. Roli më i madh nga të gjitha këto rrafshe i Evropës që ka mbet atje është feja. Dhe këtë ta them edhe si përgjigje ndaj atyre të cilët thonë se në Evropë feja po bie, feja po humbet. Unë e kam thonë edhe përpara, në praktik, po, njerëzit nuk po shkojnë kish, edhe jo për shkak të bindjeve të tyre ateiste, që ta dini këto, po për shkak të rrethanave dhe dinamikave historike në për të cilat po kalon Evropa. Tatimet, pastaj sigurimet e ndryshme, pastaj pagesa që do të bëhen për kishën, që jo merren prej pagave, pastaj koha, nuk po kanë kohë njerëzit me nejt me babe, me nane, me evlat, e lema me shkue në kish. Pastaj rrethanat e tjera, zhvillimi teknologjik, pastaj sporti, pastaj aktivitetet të tjera, dal nga dal njeriut ja kanë vjedh, njeriut evropian, ja kanë vjedh kohën sa të mos i mbetet jo mjaftueshëm, por as minimal kohë që t'i përcjell edhe ritualet fetare apo që të jetë praktikant i fesë së krishter, katolike, qoftë ortodokse apo protestante. Pra, largimi nga feja në Evropë nuk do të shihet si një triumf i ateizmit, si vetëdije dhe besim i fuqishëm tek njerëzit se nuk ka Zot dhe se feja nuk dohet, por do të lexoni si rezultat i dinamikave ekonomike, shoqërore, sociale të jetës në përgjithësi. Përndryshe, na jemi të folë për Amerikën Latine. Feja, Vatikani i ka pasuritë e veta, po Vatikanin e mbajnë edhe shtetet e tjera, edhe evropiane, edhe të vendeve të tjera në botë, e kanë si një kartë, vend Evropa e ka krishterimin si një kartë të cilën e përdor për interesa geopolitike kudo qoftë në botë. Në këtë pikë është një temë që kum dasht me e trajtuar me shumë kujdes sa i përket raportit me neve këto e sene, inshallah ndonjëherë e shpjegoj që është shumë e rëndësishme. Aq i fort është ndikimi i kishës katolike evropiane në Amerikën Latine,
sa ajo beteja gjeokulturore midis katolicizmit dhe protestantizmit amerikan, anglo-sakson, që ka qenë shumë më herët se tash, del në sipërfaqe, tani me jo si një betej, po si një luft e hapur gjeofetare dhe gjeokulturore midis protestantizmit, të cilin po e përfaqëson administrata e Donald Trump. Dhe administrata e Donald Trumpi pra, ja edhe një argument më shumë për atë tezën time, lejon të them timen, që e kam thënë vazhdimisht se Donald Trump është prurje, është rezultat, është mendësi e dinamikave të reja të cilat janë krijuar në marrëdhënie ndërkombëtare. Ka mujt me qenë një Donald, jo Trump, po një emër tjetër, por që me patjetër rrethonat e tanishme e kanë imponuar ardhjen e një mendësie të tillë, e një personi i cili do të përfaqësoj dhe çoj përpara projektin e kësaj mendësie. Lufta protestante në vendet e Amerikës Latine në front me kishën katolike apo katolicizmin, ta dini miq të nderuar se është shumë më e nxehtë, shumë më e ashpër, shumë më dinamike dhe prezente se sa lufta midis sekteve islame në botën islame e më saktësisht në lindjen e mesme, e që është temë në vete. Në rregull. Miq, sa i përket Evropës dhe Venezuelës, e kuptum edhe çështjen e doktrinës James Monroe, që doktrina James Monroe është doktrina e cila Amerika i thot vendeve të huaja jashtë hemisferës së Amerikës Latine, Evropës, se ju ma nuk keni punë këto. Do ta them në mënyrë më të detajuar pak më vonë. Në rregull, Amerika këndej, Amerika Latine atje, Evropa këndej, po punën e Turqisë pse e përmena? Pse po e shtisi, po më thojnë islamofobat, fole shka fole, pa e përmen Turkijen, nuk e le. Po ja bëj me gesht juve islamofobave. Për vetë faktin se ju më shani vazhdimisht me ato statuset tuaja që kanë nevoj për trajtim psikiatrik, statuse fashizoide, të një urrejtje patologjike kundër një muslimani, mos them kundër një intelektuali ose një hoxhe, që mundohet me javë shpjegue shqiptarve çka po ndodh në botë, vetë fakti se ju më shani në atë mënyrë, për mua është nder edhe është nxitje që edhe mos me pas njët me e përmen Turqin, bashkë pse juve nuk jo pëlqen, une e përmeni. Me gjithë që përmenen, tash do të sheni se ku a roli i Turqis në Amerikën Latine dhe çfarë ndërthurët, bile do të i përmeni edhe shqiptarët. Çfarë ndërthurët këto Turqi, Ankara, Washington, Caracas atje. Çfarë lidhje ka këtë? Çka është në pyetje Turqia? Pse Turqia po i bën presion Donald Trump? Ndoshta jo sa për gazën, por deri në një mas të pabesueshme për Venezuelën, Surinamen, Gujanën, Eçebesa edhe Kolumbin. Do ta shihni këto. Pra, unë nuk e përmendi Turqin veç hajt sa ta bëj këto, a për inatit të islamofobëve, po vallahi billahi, se kur s'mundi me mdalen në asë një mënyrë, sepse jeni të sëmur patologjik, ju e urreni çdo gjë që është shqiptare, që është themel, që është tradit, që është kultur, që është thesar, që është e kaluar shqiptare, me shekuj të tërë, ju e urreni gjenin shqiptar, sepse jeni punëtor dhe bashkëpunëtor të vendeve dhe popojve armik të shqiptarve. Ju punoni për mullinin e Serbisë, që jazi shqiptar të shkon drejt mullinit të Serbisë. Ju jeni anti-shqiptar. Andaj mos u lodhni fort me mua,
Banum blok jo islamofoba, rahatono, mos më shikoni videot e mia, sepse nuk mundi në asnjë mënyrë me e ndal Mustaf Bajramin që të jetë objektiv dhe ta informoj shqiptarin në lidhje me ato që po ndodh në botë, për atë sa po kam mundësi dhe për atë sa po di. E qartë, islamofoba, a imi të kuptueshëm? Vazhdoj më tutje. Po Turqia, çka lidhet këto tash, miq? Dëgjoni, që nga viti 2002, me ardhjen e Erdogan në qeveri, në pushtet, Turqia fillon në mënyrë intenzive një politikë të re të jashtme, të cilën e quan hapje drejt Amerikës Latine. Në shkencat politike, në marrëdhëniet ndërkombëtare, kjo hapje e Turqisë njihet si Latin America Opening Policy e Turqisë. Pra është term që trajtohet. Objektivat kryesore të kësaj politike turke nga viti 2002, para se ta them këto, miq, zhvillimi i një shteti shkon sikur uji kur e hedhem në cimento apo në asfalt. E hedh me kove, edhe ai uji nuk cen atje, këto me metë me shku atje, po shkon duke i mbush birat, vrimat e vogla të asfaltit, të cimentos, duke i mush të shku, bash sipas atij ligji që ja u kam shpjegue, ligji i eminacionit. Sipas Farabiut, bota është krijuar sipas ligjit të eminacionit. Çka do të thotë ligji i eminacionit? Duke u plotsu, u vetë plotsu diçka, pastaj fillon të rrjedh. Ligji i rrjedhjes, me përkthye shqip, rrjedha. Po, sikur gota e ujit mushet, pastaj fillon të derdhet jashtë. Një shtet nuk mund të zhvilloj dukshëm ekstremisht një sektor, ndërsa një sektor tjetër t'i mbetet ekstremisht mbrapa. Shtetet zhvillohen në mënyrë paralele të gjitha sektorët, rrjedhat shoqërore, politike, ekonomike, ushtarake, kulturore, gjuhësore, fetare, shkojnë si barabart këto. Kur duke u zhvillu këto, a ekonomia dhe vizioni politik i mirë janë dy faktore që një shtet e çojnë përpara me të gjitha këto, ekonomia dhe vizioni i mirë, sepse ki shtete që janë ekonomikisht të forta, me resurse, me sene, por e shtrin dorën që një shtet tjetër t'i çojë miell apo. Çka është kjo? Rrethonat historike dhe politikat e gabueshme qeveritare. Nëse miq, Turqia tash, duke u zhvilluar kështu, s'do mend se i ka drejtuar objektivat e veta për përfitime shumë normale, ekonomike dhe të gjithëmbarshme, fillimisht në rajonin e vet, pastaj në lindjen e mesme, ka Azia atje deri te Mongolia, në Ballkan ka punuar që të fuqizohet, në Afrikë dhe s'do mend në Azin e largët dhe në Amerikën Latine. Pra si çdo shtet i fuqishëm që plotësohet sipas ligjit të eminacionit, edhe Turqia në këtë rast fillon të bymehet, të rritet, të ngulmoj dhe të ashtrin ndikimin e vet deri në Amerikën Latine. Disa shtete ma shumë, disa ma pak. Nëse themi se Turqia po e shtrin ndikimin, se e heki Rusien pe Libise, pe atyte, ato grupet kriminale ruse, Wagnerat e sene, a i bjesë është me forë se Rusia? Jo, o burë. Nuk shkojnë këto sene një dhe një bojnë dy. Por, janë mënyra të ndryshme, sikurse labirinthe, sikurse kanalet të ujit, dikun shpërthen ma shumë, dikun ma pak,
por vazhdimisht Rusia ka ndikim tjetër në Amerikën Latine shumë më të fuqishëm se Turqia. Turqia në këto të cilat unë po i shpjegoj. Pra, Latin America Opening Policy është termi në marrëdhënie ndërkombëtare që flet për çastjen e Turqisë në Amerikën Latine. Objektivat kryesore tash u ktheva në temë të Turqisë janë: 1. Diversifikimi i aleancave jashtë Evropës dhe SBA-ve, pra ka arrit Turqia në pozicion sa të mos pyesim na që po mpytni jo muna për statuse, a do t'jaman me Rusia, do t'jaman me Amerika, do t'jaman me Evropë. Shtetet e fuqishme nuk e durojnë këtë pyetje, është pyetje amatere, është ignorante. Nuk thuhet Rusia do t'jaman këneja në tonë, ose Franca, tani Turqia, varësisht prej interesave të veta, lëviz në drejtime që ishe si profitabile për vete. Pra, objektivat kryesore të Turqisë prej vitit 2002, e sidomos në 2-13 vjetët e fundit janë diversifikimi i aleancave jashtë Evropës dhe SBA-ve të krijon ndikim, jo vetëm sa thet Evropa dhe Amerika. 2. Krijimi i lidhjeve tregtare me ekonominë e saj në rritje për të ndikuar dhe përfituar në ekonomitë e vendeve të Amerikës Latine. 3. Zgjerimi i ndikimit politik diplomatik. E të po, kej shkojnë baras kështo, dhe çka është kryesorja, që Turqia është shumë e interesume, bashkëpunimi energjetik, miniera dhe mbrojtje. Kjo e 4-ta është kryesorja. Bashkëpunimi energjetik, miniera dhe mbrojtje, dhe në këto 3 rafshe e shehni, në 7-8 vjetët e fundit, Turqia është bo bombë ndër 5 vendet më të fuqishme të botës. Në raport vetëm me Venezuelën, miq, Turqia dhe Venezuela kanë marrëdhënie shumë të ngushta, sidomos pas vitit 2016-2017, kur Venezuela fillon të izolohet nga vendet perëndimore. Këtu e bën atë kërcimin, sikur ata vrapust në atletik, ato vrapim me pengesa, e bën atë kërcimin e madh dhe i ngjitet Venezuelës. Venezuela pranon që të bashkohet dhe të bashkërenditet me Turqinë dhe fitimet marramense 2 anëshe në deri më tani diku mbi $300 miliard për fitime nga bashkëpunimi i ndërsjellë i Turqisë, sidomos me Venezuelën dhe me vendet tjera të Amerikës Latine. Nga perspektiva ekonomike, Turqia sot e përpunon arin venezuelian. A mundi me besue se ari që nxirret në Venezuelë, ju kum pas thonë se një cope kështu e ka në Venezuelë përpara, po Turqia, industria turke, teknologjia turke e ka krejt në dorë përpunimin e arit venezuelian dhe pastrimin e arit pas ndjerës me njëherë nga minierat e arit në Venezuelë. Pastaj bashkë vepron shumë ngusht në rafineri të naftës dhe bashkëpunimi në rafinerit e naftës u bë në vitin 2018 një çështje shumë e ndërlikuar që ngriti debat ndërkombëtar në përmasa kërcënuese ndaj Turqisë, thuajse njëjtë sikur përmasat kërcënuese ndaj Erdoganit dhe administratës së tij që Hagia Sofin të mos e rikthej sërish në xhami. Por as të e para, as të e dyta nuk e pyeti asnjë babloke heci përpara. Përveç kësaj, në rrafshin ekonomik, në pyetje është edhe eksport-importi në rritje, i cilave, i industrisë së ushqimit, i mallrave të konsumit, teknologji të ndryshme, kjo Vesteli, Beko, Arçelike, në Venezuelë dhe në shumë vendet të Amerikës Latine shitet sigur në Stamboll, në Ankara e Bursa. Harron e Kosovën,
qaq shumë ka deportue industria e bardh, teknike e bardh që themi në turke në Venezuelë. Pastaj, kompani turke në sektorin e ndërtimit që Turqia krahas Francës, Britanisë, Kinës dhe SBA-ve, është bërë një prej 4 shteteve më të forta në botë me kompani në sektorin e ndërtimit, pastaj në miniera, në energji dhe të tjera. Nga perspektiva politike, pra po them, a shkojnë krejt barabart, sikurse uji, ligji i eminacionit, nga perspektiva politike, presidenti Erdogan ishte dhe është ndër liderët e rrallë që mbështetën publikisht Nicolas Maduron pas krizës së vitit 2019, ju kujtohet, ata të cilët e kanë përcjellën, koha e krizës e përplasjesje Maduro dhe Guaido për zgjedhje. Shkojmë tutje. Turqia refuzon që ti bashkohet dhe ti pranoj sankcionet e SBA-ve ndaj Venezuelës, pastaj intensifikohen vizita të shpeshta dypalqe, Maduro disa herë në Ankara dhe Erdogan disa herë në Karakas. Bile dhe kur shkon në Amerikën Latine, Karakas i shkon e pi një kafe turke me Erdoganin atje. Si që thash në fillim të hyrjes, në hyrje të kësaj video, se Maduro ka pas status special, si i ftuar special në inaugurimin e presidentit turk në zgjedhjet e fundit presidenciale në Turqi. Pastaj, miq, për herë të parë, gjatë tyre viteve, pas vitit 2016, hapet linja ajrore direkt e Turkish Airlinesit për Karakas, pastaj Turqia në Amerikën Latine i hap edhe 10 ambasada të reja dhe 4 konzulata të reja vetëm në Venezuelë, pastaj rrit në qindra miliarda dollar tregtin me Brazilin, me Meksikën, me Kilin, me Kolumbin, pastaj bën investime të pa imagjinueshme në infrastrukturë, bashkë si Kina në Afrikë, pastaj e zhvillon në mënyrë të theksuar industrin e ushqimit, pastaj në rrafshin kulturor, dëgjë, pra po them, ndoshta e të prova, zhvillimi i një shteti shkon i gjithëmbarshëm, nuk shkon vish me një drejtim, krahas të gjitha këtyreve miq të dashur, ka një zhvillim enorm në rrafshin kulturor dhe arsimor. Turqia ka arrit si në Kosovë, e në disa vendet të tjera në Ballkan dhe në përbot, ka arrit të hap institutin Yunus Emre si kur në bashqet të babës. Dhe, për më tepër se kaq, Turqia financon me bursa student të vendeve latine, të Amerikës Latine, në Turqi janë mbi me mira, e kam ditë edhe shifrën e sakt, por edhe me qindra të tjerë financon në përmes ambasadave dhe konzulatave të veta në vendet e Amerikës Latine, student të këtyre vendeve që studiojnë në për vendet të tjera të botës, varsisht prej interesave të dypalqe, Turqisë dhe ati vende. Me thonë troq, në nënvizon e këtë fjalimeq, Turqia sot është fuqia e të ret, alternativ për Amerikën Latine pas SBA, BE dhe Kinës. Kjo është pozita e Turqisë dhe ja përse e përmendi edhe në këtë pikë Turqin përderisa po flas për Amerikën Latine. Në një pozicion të këtil, kur në pyetje janë qindra miliarda dollar, kur pritën të shkojnë në 1.2 trilion dollar, shkëmbimit tregtar, investimet e ndryshme, midis këtyre dy poleve, Turqi, Amerikë Latine, si të mos interesohet Turqia për Venezuelën, ta mbroj Maduron, apo së paku të ndikoj mbi Donald Trump që të mos i nis
anijet ushtarake për të sulmuar Venezuelen, sepse Erdogan i ka thonë Trumpit, po thonë edhe në kështu Kosovar që i ka thonë Trumpit, sikur me pas qenë aty të pi kafe, qëndrimi i Ankaras zyrtare është se do të gjinden mënyra për një pajtim dhe për një ullje e tensioneve midis dy vendeve. Duke ju bërë me dije këto, po jo Erdoganin ja Amerikën, se në pyetje nuk është qefi i Donald Trump se po do me hi me bo luft, se po do me imbroj demokracinë e bakraqet të tjera që ma po m'vje rën me i përmen në për vidjet e mija të drejtat e njeriut, e drejta e femnës, e demokracia, terme këto mashtruse që janë përdorur mbi 80 vjet dhe e kanë mashtru botën, dhe e kanë shtyp botën, dikon edhe kanë ndihmue, elhamdulillah, dikon edhe kanë ndihmue, elhamdulillah, por me këto terme dhe politika që zakonisht perandërit e mëdha i përdorin për të ashtrin ndikimin e tyre atje. Në këto rrethana, Turqia është shumë normale, si fuqia e tretë, alternativ, Kinë dhe Evropë, Amerikë, të jetë një faktor që s'do mend dhe pa tjetër do të përmendet këto. Kur thash perandërit e mëdha qesin ligje, edhe imponojnë për shoqëri të ndryshme, në për vende të ndryshme, në për vende fukarat, vogla, për shembull demokracia, drejtat e njeriut, drejtat e kësaj, liria e shprehjes. Këto janë në fakt, që ta dini, janë masha, ose që thot ati aletit prushin me qaporish, që i qaporishin shtetet për me imbajt në kontrol. Imaginoni në kohën e perandërisë osmane, kur ka qenë në krye Sultan Sulejman Kanuni, quhet Kanuni sepse ai është i pari i cili e bën kushtetutën me terminologjinë e saqme, shtetnore të perandërisë osmane, Kanuni, pra e drejta juridike. Pas Kanije, perandëria sultani se në Paris të ka qenë një farë kebare, ose kabare, një restoran si disko me qujt dhe aty po valzojkan gra të gjys të gjveshura, rokase që të valzuset, që i shomi sot jenë bo për diqëmëri. Edhe po i kalzojnë Sultan Sulejmani se turqit, qytetarët e tanë, her e frekuentojnë Francën. Ky zotninja Sultan Sulejman Kanuni i shkruan letër Karlit. Edhe i thet zotni, kam dëgju se në Paris pas një hap një diçka që bie ndesh me parimet kushtetuese të vendit tem. Mbylleni dhe mos na mundoni me ardhna me ja mbyll atje me ushtri. Pra, fuqia, a ka realizua se ka realizu nuk e di, nuk shkruhet, por fuqia e një shteti, e një perandërie, imponon politika gjithandej për interesat e veta. Shqiptar a ka në Venezuelë, miq, në Amerikën Latine. A ka shqiptar në Venezuelë, si pas statistikave gjysmë zyrtare të themonet, po them gjysmë zyrtare, janë vetëm 23 shqiptar. Me u pas numrue atëherë kur kam qenë unë, kishin qenë 24, bile 27 i bje. Nejse. Shqiptar ma shumë ka në vendet e tjera të Amerikës Latine. Në Argentinë, që jetojnë atje me familje, janë 67, në Brazil janë 119, në Uruguay janë 102, në Kili janë 100, në Kolumbi 52, në Ekuador 69, në Bolivia e kështu me radhë. A ju kujtohet, para do kohe, Nicolas Maduro e akuzoi mafin shqiptare në Ekuador se ishte e përfshirë në një komplot destabilizimi
në Venezuelë. Se qinëse Amerika, apo Kolumbia, apo Ekuadori i kanë nxit mafin shqiptare që të bëj shpërthime dhe gjëra të tjera që do të pengonin procesin zgjedhor në zgjedhjet e fundit në Venezuelë. Gjatë këtij komploti që qenë është përgadit, autoritetet venezuelane i ndalojnë 38 persona në mesin e tyre edhe shtetasin shqiptar Enit Kasmi. Pra, më pastaj Kolumbia, Ekuadori, SBA-ja, Shqipëria nuk e di, deklarojnë se këto janë malverzime dhe propaganda të Maduros, por nuk janë të vërteta. Kjo është sa i përket shqiptarve në tanishëm në Amerikën Latine. Por, shkruhet miq se megjithëse që nuk ka pas lëvizje masive të shqiptarve në Amerikën Latine, në periudha më të hershme, në shekullin e 19, që atëherë kur t'ja nisin edhe në fillim shekullit 20, 1902-3 sene, pas kanë shkue disa shqiptar me prejardhje arbreshe, por si qytetar të Italis dhe janë vendosur atje. Mëse shumëti të huaj në Amerikën Latine nga ata të cilët po i përfolim ne vazhdimisht, ka palestinez dhe venezuelan. Palestinez, më falni, dhe libanez. Nejse. Po kthejna tash të fillimi ku e nisa këto. Me 14 nëntor, pra Donald Trump e merr lejen me ira Venezuelës. Lëviz bota, lëviz Kina, lëviz Rusia, lëviz Brazili, se do të shndrohet bota e Amerikës Latine në një pelg gjaku nëse ndodh një gjë e tillë. Qëllimi i SBA-ve nuk është qefi i Trumpit, se parzit deshta me përmen, po mikë e harrova, por është vazhdimsi e politikave amerikane që Amerikën Latine ta konsideroj një bashqe, një tokë, një balkon të vetin. Prandaj doktrina e politikës së jashtme amerikane, e njohur si doktrina e James Monroe. A James Monroe ka qenë presidenti i 5 i SBA-ve, njihet nga etërit themelues dhe më të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe përderisa po flasim nga kjo perspektivë, Amerikën jugore nga ajo kohë, Donald Trump sot edhe të gjithë presidentët tjerë e konsiderojnë si ndër shtyllat më të rëndësishme të politikës së jashtme amerikane, si dhe një ndër pendat kryesore për të mbrojtur nga rreziku i fuqive të mëdha që eventualisht mundin ta dëmtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo rastësisht, Donald Trump e përmend Kanadën nalt, Grenlandën mahka lindja këndej, pastaj e përmend kanalin e Panamas, që aty dikum të poshtë është Venezuela, Suriname, Kolumbia, për ta quar për para tendencën, apo të them direkt doktrinën e James Monroe, se nuk guxon askush me i prek interesat amerikane në Amerikën Latine. Mbase as edhe Turqia, e cila tani më është bërë një ndër vendet më joshëse, më interesante dhe më së afërmi strategjikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 3 arsye. I kemi shpjegu, për prapë po them. Një, i dohet në raport me Kinën dhe Rusin, i dohet për lindjen e mesme dhe krijimin e një fryme të re në lindjen e mesme dhe natyrisht për mineralet e ralla. Kur nuk besoj se Kazakistani, a cili shtet tash lajmëroj Kazakistani më duket, po, cili shtet lajmëroj se është e gatshme të futet në marrëveshjen e Abrahamit. Përderisa shtetet arabe veç po shihet se ma nuk janë të nxehta me u bashkue
në marrëveshjen e Abrahamit, ndërsa vendet të cilat e kanë nënshkruar marrëveshjen e Abrahamit, po shihen si të urrejtura tani, Emiratet e Bashkuara Arabe, pastaj Bahreini, pastaj çka aty ndodh Sudanit dhe këndej Maroko. Që me Marokon vendet arabe janë në raport sikur me Francën, ose sikur me Holandën, ose sikur me Kosovën. Vend arab, po në bregun më të largët, në pjesën më të largët të Afrikës arabe, veriore, të cepat e Atlantikut, por raportet janë shumë të ftohta dhe nuk kanë ndonjë ndikim në njëra tjetrën. Doktrina Monroe pra bazohet në premisën se Amerika Jugore është oborri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se është rajon strategjik i sigurisë kombëtare afatgjatës së SHBA-ve, ku SHBA-t nuk lejojnë asnjë fuqi që të sillet andej pare. Doktrina Monroe, miq, shfaqet, pra unë po e shpjegoj problemin e Venezuelës, ku ka problemi dhe lufta amerikane kundër Venezuelës. Doktrina Monroe shfaqet pas pavarësisë së shumë vendeve amerikane që ju kishte ndihmuar Amerika të lirohen nga kolonializmi i vendeve evropiane. Manifestimi më i trishtueshëm ta quaj këto, i doktrinës Monroe shfaqet pikërisht gjatë kohës së luftës së ftohtë midis SHBA-ve dhe Bashkimit Sovjetik. Atëherë kur Amerikën e udhëheqte administrata e John Kennedy, që administratë kjo zbulon papritmas se Bashkimi Sovjetik po vendoste, apo fillimisht po kërkonte dhe po vendoste raketat bërthamore fillimisht në ishullin e Kubës, shumë afër shtetit Amerikan të Floridës. Sikur Bashkimi Sovjetik të mos ishte tërhequr atë botë në minutën e fundit nga dërgimi i mëtutjeshëm i raketave dhe tërheqjes e atyre që fshehtas i kishte vendosur në botë, sot komunikimi jon do të ishte ose heq ose krejtësisht ndryshe. Sepse ka pas veç 1 minutë kohë me fillue lufta bërthamore, lufta e tretë botnore për ta djeg Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo kohë nifë si kriza kubane e raketave që përfundon me braktisjen e planit të Bashkimit Sovjetik, e ku pastaj SHBA-t e revokojnë vendimin e tyre që ta sulmojnë Kubën, apo që detyrimisht siç kërkonin të shkarkohet, të largohet regjimi socialist i Fidel Castros aty. Përtej doktrinës Monroe, miq, edhe 2-3 minuta, përtej doktrinës Monroe, ndjeshmëria e politikave amerikane ndaj vendeve të Amerikës Jugore është dukshëm e rëndësishme edhe për krahun e djathtë amerikan, përtej doktrinës perëndimore. E ranë me e thonë, por është e vërtet. Elektorati i Donald Trump difët dhe dihen vizionet larg përquese të Donald Trumpit, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten një këmbë thjesht i bardhë, estetikisht i këndshëm, i dominuar nga vlerat e krishtera protestante. Këtë baraspesh, këtë platformë, këtë filozofi politike të Trumpit mund të prishin vendet e Amerikës Latine. Pra, përveç që dëshiron të kontrolloj Amerikën Latine atje, pas jel problemin këtu, Donald Trump po vënon mure në jug të vendit të vetë me Meksikon, që lëkura e murme, ajo forma të cilën sipas këtij definimi të politikës dhe doktrinës trumpiane në raport me qenjen e të bardhë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bajage raciste, e konsiderohet se ardhja e
Ameriko-Latinëve e prish qëtë kohezion dhe qëtë bardhësi dhe qëtë protestantizm të cilin e mbron dhe e promovon ky Donald Trump. Prandaj, miq, edhe ka betej gjeofetare, gjeokulturore, edhe geostrategjike, edhe geoekonomike, edhe të tjera dhe më kryesorja pra janë dy. Parandalimi i futjes, i depërtimit edhe më të tjeshëm, i Kinës dhe eventualisht i Rusis, parandalimi i fuqizimit të Turqis në Amerikën Latine, e cila ka bërë një shtrirje hiq më të vogël se në kontinentin e Afrikës, si dhe parandalimin e prishjes së ngjyrës së bardhë të kombit Amerikan, të cilin e promovon atë shumë Donald Trump. Dhe për fund, miq të nderuar, kundërshtimi i politikës amerikane ndaj këtij Venezuelës, përveç që niset nga koncepti i doktrinës së James Monroe, 1823, nis sidomos në vitin 2002-2003, atëherë kur Hugo Chavez, paraqiti Maduros, e intensifikojnë kundërshtimin e politikës venezuele ndaj qëndrimeve amerikane, e sidomos pas pushtimit të Irakut në vitin 2003. Venezuela botnisht del kundër Amerikës. Megjithëse që përfiton shumë, sepse nafta e vendeve arabe fillon të bie, shitja ndalet, në këto vite, prej 2003 deri në 2011, Venezuela ka shit naft me thes, me vagona. Atje s'ka punu mirë, këta kanë shiten, Iran heavy oil sene po ka shit shumë, dhe ai madhështia, pasurimi, prosperiteti, zhvillimi ekonomik enorm i Venezuelës është si rezultat i ndalesës së shitjes së naftës arabe, të gjirit përse këtë vendeve arabe dhe dhënia mundësisë që Venezuela ti mbuloj nevojat e kësaj. Për te i kësaj të njëjtën politik ndaj Venezuelës e vazhdon Shëbaja edhe pas vdekjes së Chavezit dhe ardhjes së Maduros tani. Dhe për fund të fundit, presidenti Amerikan dënë të hesh qafe kësaj radhe presidentin Venezuelas Nicolas Maduro. Përpjekje ka pas që nga 70 vjet e këndej nuk kanë arritën, fiton Chavezi, fiton Maduro pa vullnetin e Amerikës dhe e vetmja mundësi për me e qetësu situatën dhe për me marrë nën kontrol shumë mirë Amerikën Latine dhe pasurit e Venezuelës, Surinamit edhe Gujanës, është rrëzimi i patjetërsueshëm, qoftë edhe me luftë i Nicolas Maduro. 2 tentiva kanë qenë për grushtet dhe një për kidnapim të Maduros. Vetë shoferi i Maduros doli dhe tregoi se më kanë ofrue para në miliona për të rrëzue aeroplanin që e vozisja presidentin, por i kam refuzue. Ka pas përpjekje për grushtet dhe pas të gjitha dështimeve në tentativat për të ndruar regjimentin politik që njifët si anti-amerikan, opcioni i vetëm kamet lufta e hapur e Amerikës ndaj Venezuelës. Pse them luftë e hapur? Sepse Venezuela në deklaratat zyrtare të Karakasit dhe të vend të Maduros ka thënë se çfarëdo përpjekje e brendshme që neve na imponohet nga SBA, ne e konsiderojmë luftë frontale dhe jemi në gjendje që ta nisim dhe ta përfundojmë deri në fitore, edhe nëse askush nga venezuelasit nuk mbetet gjallë. Deklarat e përsëritur e Venezuelës. Ndërsa Donald Trump nga ana e tij thot, përpara e kemi vetëm një rrugë. Ose ta rrëzojmë Maduron dhe ta marrim nën kontroll situatën, ose me patjetër ta rrëzojmë Nicolas Maduro dhe ta marrim nën kontroll situatën. Natën e mirë.